Ndonse përfundoi viti shkollor me mungesa të shumta të teksteve shkollore, Ministri e Arsimit Vesna Janevska i vlerëson si të suksesshme 2 vitet e mandatit të saj, duke theksuar se janë realizuar reforma të shumta në arsim dhe se librat janë siguruar dhe shpërndar në kohë. 2 javë pasi kishte filluar viti shkollor 2025-2026, nxënësit ankoheshin se funksionojnë duke marrë shënime nga tabela e duke fotografuar mësimet. Klasa 9 jam dhe s'na japin libra, s'ka libra për arsimit e ministrisë. Po s'kena, s'mujna me shkrytën pa libra, shumë keqa. Po duhet na janit me ja marrën, për shembull, duhet me i fotografuar dhe në shtëpi na për telefona, se në shkollë s'po na lajnë telefonat. Shumë pak kena monja 5-6 kena, s'na hapin shumë libra dhe këto libra të reja që po na hapin, po thonë që fësi prishni, që fësi shkoqni, po dhëtë me pagu. Shkruan arsimtar janë në tabel, ne i marim për tabel të shkruan. I kena marrë veç 3 dhe qera s'na hapin, se s'ka. Qëta jam shkot mesme të ekonomia, asa të s'japin. Megjithatë, Janevska insiston se nxënësit janë pajisur në kohë me libra dhe se atje ku ka pasur mungesa ka qenë për fajin e drejtorëve të cilët nuk kanë kërkuar më shumë tekste shkollore. Ajo tani lëvdrohet se qeveria e re po përkrah nxënësit e talentuar që marrin pjesë në gara duke i mbuluar shpenzimet. За пръв път новата влада направи измени на Законът за средно образование, за да ги поддържи талентираните ученици, кои настъпуват на международни научни олимпиади и надпревари, покривайки ги целостно трошоците за котизация и пад за нив и нивните ментори. Досега изплатени се над 6 милиони денари по основ на 17 доставени барања od Sdruženjata na nastavnici. Nga mungesa e librave, nxënësit gjatë tërë vitit shkollor detyroheshin të mësojnë nga interneti ose nga shënime që marrin gjatë orë mësimore, si dhe duke fotokopjuar libra. Për ndryshe, këtë fillim vit zëvendësi Janevskës Lulzim Aliu dha dorëheqje nga pozita zëvendës ministri i arsimit, për siç tha ti përkushtohet punimeve shkencore. Ato kohë në emisionin Klik Plus, Bilal Kasami deklaroi se zëvendës ministrat dhe zëvendës drejtorët nuk kanë kompetenca në për institucionet ku janë të vendosur. Në vend të Aliut, zëvendës erdhi Driton Sulejmani.